Bismillahirrahmanirrahim. Të gjithëve që na ndëgjoni, na përcjellni, po du me ju shpjegu gjëra elementare shumë të thjeshta, po të cilat mësohen vetëm në shkollë. Kështu njeri praktikon në praktik, po miradhit nuk din. Si për shembull, namazi ka 12 kushte, sipas mëdhëbit ton Hanefi. 6 kushte para se me hyrë në namaz, e 6 kushte pasi të hymë në namaz. Cilat janë ato kushtet që duhet mi ditë me numra para se me hynë në namaz? E para, duhet me qenë i pastër, jo i papastër. E dyta, me marë abdes. E treta, me bo nijet. E katërta, me qenë koha e namazit. E pesta, mu kthye ka kibla, dhe e gjashta, Allahu Ekber. A përshë sa letë janë. Ato kreti praktikon, se cili, mirë pa mi bo radhitja. Hajtë mi numro, nuk din. 6 kushtet janë para se me hynë në namaz, edhe 6 janë pasi të hynë në namaz. Pra këtë 6 ati mësuam, e para, me qenë i pastër, e dyta, me marë abdes, e treta, me qenë koha namazit, e katërta, mu kthye prej kibles, e pesta, me bo nijet, dhe gjashta, Allahu Ekber me hynë në namaz. Tash hymë në namaz, 6 pasit hymë në namaz i kemi. E para, Allahu Ekber, si të thush Allahu Ekber, s'ka me shiku në të djathë, në të majtë e mjallët e poshtë e bumarë me diçka. Kur thush Allahu Ekber dhe i lidhish duart, ku i lidhish, atëherë ki me lexua e para. E dyta, qëndrimin e këmbë. Për ata që janë të fortë në këmbë, mos me mujtë të rish ullët. Mos me mujtë edhe hiq edhe ullët edhe shtrim, i smundi shtrim palet. Qëndrimin e këmbë. E treta, leximi i Kur'anit. Çka lexohet nga Kur'ani? Elhamdulillahi edhe një sure. E treta, e katërta, rëkulje, për Allahun Gjallëshanu. Mësta e pesta, sejdë me radhë në tokë, ftyrën ballit, 6 gjymtyrët e trupit me kanë sejdë, dhe manin men, 7 vërtet, jo 6, 7 gjymtyrët e trupit duhet me kanë në sejdë, balli bashkë me hondën, 1, 2 duart, 3, 2 gjujt, 5, 2 majet e gishtrinve, 7. Masit bim për asaj, e 6, kushti i 6 në namaz, hyrje në namaz, është neja në tehijat. Tehijati kur të lexohet, sikur që e dini, at-tahiyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibatu, assalamu alejke ejuhan nebiju, wa rahmetullahi wa barakatuhu, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما ساي مندنا زهد صلواتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من ضي الدعاء الفند اللهم ربنا آتنا في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله. كوي يابيم سلام. Japim selam kratë djathë kone kemi, nëse jemi në gjami në gjematit sa kemi, edhe me laqet që janë të rështume me ty, selamu alaikum, edhe kemi në krahun e djathë me lekun e Allahut që ne regjistron veprat e mira, edhe në krahun e maj gjithashtu gjematit të tjena tanë, edhe me lekun që ne regjistron veprat e ligave riyadhu billah, edhe allë thana në fund, Allahumma antes selam, wa minke selam, të barekte, ja dhe l'gjelali u l'ikram. Mësoni fëmijët e juj prej boshës 7 vjeqare mu falë marë e mirë, sepse vrejnë kushtu ki ka mësua prindet kushtu ki ka mësua fëmijët e tyne në moshën e re, tash në moshën e vjetër 50 vjeq, 50 vjeq, 60 vjeq, 70 vjeq, nuk din me ranë sejtë dhe si ka hije, e nuk din me falë. Allahu Gjallëshanuhu në i baftë kabul të gjitha. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.